Sonte kemi vendosur me ardhë darkë të solt. Nuk kom qenë asnjëherë të kjo Prishtinë, kom qenë të kjo në Karnavalion në Tiranë. Ka qenë përvojë shumë e mirë, ta shohim a është përvoja e njëjtë edhe në Prishtinë. Për ndryshe, në mungesë të burim pasollit, sot e kemi kamermanin e ri. Jemi më vonë. Si je? Qa po bën? Arbëve ku vemi? Problemi më të madh që e kam unë, shkoj dikur është kam qenë me porosit krejt menyn. Këtu e pas kam zgjedh këtë problem, për këtë çmim 29.9 euro. Mundesh me përgjithësi të gjitha asene, sa herë dush, sa të mundesh me hongër. Ta shohim sa po hajmë na. Për ndryshe, dojmë me provu këtë menyn Maki Sushi, cili shërbehet çdo të hane. Çmimi për person është 29.9 euro dhe është prej kësaj menyje mundesh me marrë palimit. Hajde ta shohim çka është kjo. Dynamite shrimps, calamari edhe beef gyoza. Hajde të provojmë. Kjo, padron peppers. Faleminderit. Shtojmë padron peppers, që kjo e devame me parmezan. Në Ukrainë. Apo më tregon cila ka kësi guac, cila ka shellfish. Se unë nuk ka shellfish. Ajo është shellfish allergy? Po. S'ka lidhje. Cila nuk ka? Që kjo s'ka? Edhe ajo nuk ka, edhe kjo është spicy salmon, kjo ka se ka 4 veç, kjo jo, kjo po. Kjo po. Edhe kjo po. Problemi është se ku kemi qëtu femës, një cek, ne i ndajmë veçmës, i gatuim veçmës, se i kemi krejtë... Në regull jam. Po, në regull jam, unë veç mos mi hongër. Problemi është se tani... Unagi është më shumë. Unagi bëjë, unagi. Salt Prishtina është pjesë e Revo Group, që ka lokacion edhe në Tiranë edhe në Green Coast Palace. Si koncept, Salt është restoran modern, ku secili element është menduar me kujdes, prej dizajnit, atmosferës deri te muzika dhe mënyra e prezantimit të ushqimit edhe pijeve. Duhet me theksu se ky vlerësim bazohet vetëm në përvojën tonë me ofertën Maki Sushi menu e jo në menyn e rregullt të Saltit. Si adhurues i sushit kam qenë shumë i entuziazmuar me provu këtë ofertë, sidomos për shkak kombinimit sushi me elemente të kuzhinës mediterane. Oferta vlen çdo të hënë prej orës 20 deri 22 dhe ju mundson me porosit pa limit prej një menyje të përzgjedhur mirë. Rezervimi është pothuajse i domosdoshëm dhe duhet me cek ofertën kur e bëni këtë rezervim. Kemi porosit pothuajse gjithçka prej menys, përveç sallatës. Vetëm pasi kemi bërë porosin, jemi informuar se asnjë prej opsioneve me tuna nuk është në dispozicion dhe se nëse dëshirojmë mundemi me avancu me levrek. Për një përbërës kaq të rëndësishëm në një menuj sushi, do të ishte më mirë edhe më korrekt me u informu për mungesë qysh në momentin kur jemi ulë. Edamame djegës në parmigian, calamari me chipotle dhe lime, padron peppers me kostë të mosur, salmoni tartar, salt roll, nigiri dhe abur nigiri kanë qenë të një cilësie shumë të mirë. Kombinimi i produkteve me ponzu dhe tartuf ka qenë fantastik dhe një për pika më të forta të darkës. Zhgënjimi më i madh kanë qenë beef gyoza me tartuf dhe fish dhe shrimp gyoza. Peta i ngjante shumë një brumit pitës, ndërsa gyoza ishte fërguar komplet në fritezë. Më vonë e kemi kuptuar se ky version shërbehet vetëm në kuadër të kësaj oferte, ndërsa ai për meny së rregullt përgatitet më ndryshe. Sa i përket shërbimit, vrehet që kamarierët i njihnin produktet. Megjithatë, disa detaje nuk ishin në nivel që meriton një koncept si Salt.
Pjatat e dëmtuara nuk duhet me qenë pjesë e shërbimit, ndërsa mirëmbajtja dhe pastrimi i tavolinës gjatë darkës është dashur me qenë më e rregullt. Një jo shumë e madhe shkon për kamarierët që përtypin çapçakës gjatë shërbimit. Kjo duket jo profesionale, nuk përputhet me imazhin e restoranit dhe ndikon negativisht edhe në perceptimin e higjienës dhe disiplinës së stafit. Në fund, e kemi vizituar edhe rooftopin, i cili ishte dizajnuar me stil, muzikë dhe atmosferë jashtëzakonisht të mirë. Edhe koktejlet që kemi provu kanë qenë të nivelit të lartë, si në shije, po ashtu edhe në prezantim. Rooftopi ka qenë padyshim një përpjekje më të forta të krejt përvojës. Në përgjithësi, mendoj që Salt nuk i bën derë vetes në mënyrën se si po e menaxhon makizushi meny. Oferta nuk duhet që promovohet mjaftueshëm, ndërsa disa produkte shërbejnë me standard tjetër prej atyre të menysë së rregullt. Një ofertë atraktive si kjo vjen me prezantu restoranin në formën e tij më të mirë dhe me i dhënë klientit arsye me u kthy. Një çmim promocional mundet me nënkuptu një përzgjedhje më të kufizuar, por jo standard më të ulët. Salt i ka të gjitha bazat për një përvojë të nivelit të lartë, koncept të qartë, dizajn modern, atmosferë të veçantë, muzikë të mirë dhe kombinime interesante të produkteve. Mangësitë që kemi vrejt janë lehtë korrigjueshme dhe nuk kërkojnë ndryshim të konceptit, por vetëm më shumë konsistencë dhe kujdes ndaj detajeve.